Ministria e Administratës Publike ka harmonizuar maksimalisht propozimin për ndryshimin e ligjit për në punës të zyrtar shtetror me rekomandimet evropiane, ka bërë me dije ministri Marash Dukaj, duke shtuar se të gjitha ligjet që po i përgatisin kanë për qëllim profesionalizmin dhe depolitizimin e administratës shtetërore. Këtë e ka thënë Dukaj në seancën e kuvendit duke u përgjigjur pyetjeve të deputetit social-demokrat Boris Mugosha dhe deputetës së Partisë Demokratike të Socialistëve Zoja Bojanić Lalović. Ajo e pyeti Dukajn se çfarë do të bëjë Malizi që të përmbush kërkesat e përcaktuara nga Bashkimi Evropian në lidhje me ligjin për në punësit dhe zyrtarët shtetëror. Dukaj ka thënë se as Ministria e Administratës Publike dhe as ndonjë ministri apo institucion tjetër nuk mund të përfundojnë vetëm ndonjë proces apo ligj. Ne kemi bërë atë çfarë ka qenë obligim ligjor dhe profesional i ministrisë. E kemi harmonizuar maksimalisht këtë ligj me rekomandimet evropiane, kemi bërë çdo gjë që është në dorën tonë, tha Dukaj. Ne do të vazhdojmë të punojmë sa më shumë në fushën që ka të bëjë me optimizmin, me depolitizimin dhe profesionalizmin e administratës publike, por kjo nuk varet nga ne, por nga të gjithë, tha Dukaj.